Elbasani ka arkivuar 3 pikët e radhës në kampionat, duke mbajtur hapin me Vllaznin në krye të renditjes, pas një fitoreje minimale 1-0 ndaj Egnatias në Elbasan Arena. Ndeshja u zgjidh në pjesën e dytë nga goli i Cagues, ndërsa më herët Jaime Rogozhinasit me 10 lojtar pas një kartoni të kuq në fillim të fraksionit të dytë. Verde blut zhvilluan një ndeshje solide në mbrojtje, duke mos lejuar asnjë goditje në kuadrat ndaj portës së Janacek. Fitoria konsolidon Elbasanin në krye të klasifikimit, ndërsa Egnatia përveç pikëve të humbura duhet të shqetësohet edhe për kartonat e kuq që po kthehen në problem të përsëritur. Shumë e fortë, shumë e mirë edhe që na tregoi mentalitet, cilësi. Shumë kënaqur patjetër, por unë tash edhe përpara nuk jam shumë kënaqur vetëm nga pikat. Pse? Sepse tani kemi edhe pushim dujavë. Tani është e koha do rikuperojmë lojtarët si Zegome Shtia, Zemovici, që na fitoi besim, edhe ndoshta do rregullojmë gjërat vogël, çfarë ndoshta nuk ishte shumë mirë ato 2-3-4 ndeshje. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ne jemi qetë, jemi në vendit parë bashkë me Shkodra, edhe çfarë më të them, vetëm bravo që ata meriton gjithë. Sigurisht që ndihemi shumë mirë, sepse jemi mbas 4 fitoreve, sidomos kjo fitore që vit me një rival direkt dhe na bën që të kemi moralin lartë dhe të vazhdojmë në drejt titullit. Kjo fitore dedikohet pikë së pari çunave që kanë luftuar gjitha ndeshjet, do vetëm këtë ndeshje, edhe çunave që kanë luajtur, edhe ata që kanë marrë më pak minuta, janë gjithë gatshëm që në stërvitja që fillojmë javën deri në ditën e ndeshjes kanë qenë gjithë pothuajse perfekt. Që kartoni kuq sot bëni diferencën, një lojtar më pak, bën 6 kartoni kuq. Nuk është sa është normale, por mendojmë duhet me pa përpara. Vetëmi problem sot po themi, po javim pa insight, sepse nuk ishim as më bërë të javë për të zhvillësu Jaimen i cili doli me kartonin e kuq. Por megjithatë pjesën e parë mendoj që kemi qenë dominant, kemi përgatitur ndeshje ndryshe, intervalore, që pjesën e parë ishim pak një linjë më poshtë dhe pjesën e dytë pastaj bënim diçka sigurisht në manovrën tonë. Por asgjë me sukses. Në fund Elbasani mori fitoren e 4 të radhës, ndërsa Egnatia pësoi humbjen e parë pas 9 ndeshjesh.